يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فضل الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Çfarë që shpenzoni prej shpenzimeve pasurisë tuaj, ose çfarë që zatoheni në zatimet e juve, Allahu subhanahu wa taala e din. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Zullumçarëve nuk ka më ndihmu kërkush në ditën e Kiametit. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Nëse i fshihni sadaqat, kur jepni, i mshefni, si kallëzoni, si bani publike, kjo është e mirë. Nëse jepni sadakat haptas, kjo është e mirë. Po në të khfuha, por nëse i fshihni, po të tuhe lë fukara, edhe jepni fukarave, pa i pa kërkush, fe hua khajrun lekum. Kjo është shumë ma mirë për juve. Po ju kefirankum në sejatikum, se Allah subhanahu wa ta'ala ja faqë gjunat e juve. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allahu e din atë që e punoni. Lesa alejke hudahum, ti o Muhammed, as kërkush për njerëzve nuk mundet me udhëzua kërkan. Walakin Allah yahdi man yasha, por Allah subhanahu wa ta'ala e udhëzon atë që dëshiron Allahu. Wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum, çka do që shpenzoni prej të mirave, veç për shpirt juve e keni. O ma të mfikune ila me të Allah vë gjilla, atë që e shpenzoni duke e dëshiru fëtyrën e Allah subhanahu wa ta'ala. O ma të mfiku min khairin, ju waffe i lejkum, qka dhe që shpenzoni për të mirë, kam ju këthy juve, aja është e këni shpenzu për vete. O anton la të dhlemun, juve nuk kam ju bërë zullum, pa drejtësi Allah subhanahu wa ta'ala në ditën e Kiametit. O ma anfaqtum min nafaqatin, çfarë që shpenzoni, au nadhartum min nadhrin, ose çfarë që zatoheni. Shpenzimi në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala dhe zatimet që i bojnë janë obligime pastaj. Nëse zëtohemi se kemi me bo një vepër dhe zëtimi, është pa tjetër me pas betim. Mjaftën me thonë, kam me bo këtë vepër dhe për te ma je i obligum. Mjaftën me thonë dikuj, kam me ta krye këtë shërbim dhe kjo është mjaftu shumë për mu bo obligim. Fejnë Allah e jalimu, Allah subhanahu wa ta'ala i din, edhe zëtimet, i din edhe betimet, i din edhe sadakat, i din edhe kurzimet, gjithë qka që sillet rreth neve, Allah subhanahu wa ta'ala i din. Por ma në dhalimine min ansar, dhe kërdo që i te kalën kufit në atë që është e përcaktuar prej Allah subhanahu wa ta'ala, është zullumçar. Si tjetë zullumçar, nuk i nëman kërkush ati në ditën e Kiametit. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Nëse sadaqat e jepni haptazit publikisht, anë rregull. Po në të khfuha, por nëse më shefni, për të tuar fukara, e jepni të bashkërve,
فهو خير لكم. Kjo është më mirë për juve. Sadakaja bën më dhënë haptës, nuk ka problem. Por më mirë është më dhënë psheftës. Kjo është komenti i parë. Komenti i dytë. Sadakaja e cila është për të mirën e përgjithshme të ummetit duhet më dhënë haptës. Sadakaja e cila është personal për fukarat duhet më dhënë në sheftas. Sadakaja që është për mirën e përgjithshme, për shembull për ndërtimin e xhamisë, diçka fi sebilillah, për diçka që është në dobi të përgjithshme, është më mirë me dhënë haptazi, në mënyrë që njerëzit ta shohin se kush sa po kontribon në mënyrë që të bojnë garën me zvete. Se nëse muslimanët janë të dashur me bani dobi të përgjithshme, edhe shembull për marrë ndërtimin e një xhamie, atëra ajo që ipet për këtë qëllim nuk ka problem më konë haptazi publike, për shumë arsye. Një prej arsyeve kryesore që me ditë muslimanët kush ka dhënë në mënyrë që me hinë garë, kush ja ka dhënë tjetrit. Dhe gara kush ja ka dhënë tjetrit në Islam është e lejume. Ka ka bo Omar ibn Khattabi radiallahu anhu. Derisa një ditë ka që dorë, është dërzu. Omar ibn Khattabi çdo herë është mundue me zonë ose me të kaluar Abu Bekrit në sadaka, dhe kjo është halal. Duke pas për qëllim dëmtimin e atij me cilën bën garë, as duke mos pas për qëllim paraqitjen para njerëzve, por thjesht më konë më i pari që kontribon mas tepër në rrugën e Allahut. Derisa në një situatë të vështirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka kërkuar besimtarëve pasuri. Omar ibn Khattabi në vetën e vet thotë sot kur më ka kaluar Abu Bekrit, edhe e llogarit të gjithë pasurinë që ka pas gjys për gjys. Gjysën me qute pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë shka që e posedon. Edhe kur e qënë me mendimin se ka boni vepër të mirë, kur pyet për Abu Bekrin që ka bon, atë Abu Bekri ka pru krejt. E këtu ka i dorë. Në Khattabi ka thënë nuk shtyhet njeri me Abu Bekrin. S'ka mundësi më shty. Atëherë nëse sadakaja është në të mirën e përgjithshme, bën më dhënë haptazi. Kurse nëse është personale për fukarat, do të më dhënë sheftazi në mënyrë që shkaku kryesor që kanë përmend dietar, pse do të sheftazi mos më bëj më një keq fukaraja. Mos më bëj më një keq ai cili po jep. Atina me dhënë dhe tëra dhe me morë tash me qitë ka masë që shë dhënë dhe tëra, që shë bërë këto. Kjo është në qmim për atë cili merë, në ngushtim për atë që i keni mu. Nëse ndihma ka qenë personale për të bashkërit, mos i ka nëzani këkuj. Sa që në gjeneratët e para, sahabët, pastaj dhe tabiinët, kur të ndonë sadaka personave, e kanë qunë natën. E kanë qunë natën edhe e kanë qunë më bërë fukara. Sa së fukaraja mos me ditë heq. Jo me ditë tjerët, heq të heq tjerët. Pas aj që i e kanë dhonë pasunin, ndimen, sadakon, sahabët dhe tabiinët, as fukaraja nuk ka ditë ka ku vjenë. Se fukaraja me ftën me ditë ti që të dhëmë, ca të shuaj ku jeti, se një farë obligimi me të përshëndet pak ma special se i keni mua. Nëse i keni mua për hita Allah subhanahu wa taala, çka ka nevojë me të përshëndetim më special? Nëse i keni mua për hita Allah, çka ka nevojë me ditë fukaraja, s'ka nevojë me ditë. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillatun illa dhilluh, 7 grupe njerëzve që Allah subhanahu wa taala i shtin në hije në arshit e tij, ditën kur nuk ka hije përveç hijes arshit, njëri prej tyre
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها njeriu që ka dhënë sadaka dhe ka mshir, sa që dora e djathtë nuk e ka dora e majt, ka ditë që ka dhënë dora e djathtë. Pjesë e komentatorëve kanë thënë vëllau nuk ka ditë për vëllaun që ka jep sadaka, pjesë tjetër kanë thënë gruaja nuk ka ditë që ka dhënë burri sadaka. Pjesë tjetër komentatorëve kanë thënë fëmijët nuk e dinë që ka jep prindi i tyre sadaka, që ka është me mshir sadaka e mshirt. As mos me ditë vëllau, as fëmia, as gruaja, as njerëzit e tjerë, po as vetë fukaraja mos ta dinë hiç, për shkak me lënë natën në botë. Dhe raste gjore të shumta në Medinë, në kohën e sahabëve dhe pas tyre, fukarat e kanë ditë kur ka deka që ka nimua vish mos i kanal, se ka ditë ka veç kullunar tash nuk e kërkush se ka vdek. Kush ka dhejtë për në javë, se qëse ditës po gjemë kërkush. Në kështu kanë dhënë ndihma, sadaka, fukarove, ata të cilët e kanë kuptuar Islamin mirë. Kjo është sa i përket sadakas personale, me mshirë, mos me ka të kërkuna. Sa i përket sadakas e përgjithshme, nuk ka problem. Në dihet kush sa e ndihmon fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. O kjo kërankum sejatikum, me dhënë sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala të fshin gjunahën. Dhe fshirja gjunahën e përmes sadakas ka plot argumente. Prej argumenteve të para, inna l-hasanati yudhibun as-sayyi'at, veprat e mira i shlin këqija. Sadaka jo vepër e mirë, po automatikisht i shlin veprat e këqija. Pastaj kushdo që i ndihmon dikun ja hek breng, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu ka më hek breng atë ditën e Kiametit. Fukara që ka breng një çështje ushqim ose diçka tjetër, kushdo që ja hek këtë breng duke i ndihmuar, Allah subhanahu wa taala ka më hek një breng atë në ditën e Kiametit. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dhe çka do të punojmë, Allah subhanahu wa taala shumë mirë është informuar për veprimet e tona. Lesa dhe kjo dhe. Ti o Muhammed, nuk mundesh me udhëzuar kërkan. As kërkush për neve, as kërkush për njerëzve nuk e udhëzon kërkan hiç. Në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta, ti nuk mundesh me udhëzuar atë që dëshiron ti, walakin Allah yahdi man yasha, wallahu udhëzon atë që dëshiron Allah. Ja ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzuar miqja e vet, ja kërkush por nuk udhëzu, ka vdekur si kafir. Dhe kjo është shkaku pse Allah ka zbritur ja disë mundesh me udhëzu kundër te. Udhëzimin e vetëm Allah subhanahu wa taala ati që dëshiron. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah. Nuk ka mundësi me besu kërkush përveç se me lejen e Allah subhanahu wa taala. Ti s'mundesh me udhëzu kërkan. Na s'mund me udhëzu kërkan. Na veç do të më marr shkaqet. Nëse sillet janë me njerëz personal, nuk kanë sa më pësheta, sa më të pak ekspozume. Nëse ndihmat janë publike, në tjenë të dukshme. Por ato që Allah subhanahu wa taala udhëzon, ai udhëzohet prej Allahut, jo prej neve. Edhe nëse ndikon shpeshherë, kur ndihmon njerëzve, ndikon që ata me një Islam. Por çka sa ata pyesin, pse ky punë ndihmon mua? Pse ky mbien mua porë? Pse kjo më bjen mua ushqim? Pse? Edhe këtë përgjigje është se feja i ka thonë qështu. Islami ka mësu qështu. Allah subhanahu wa taala ka mësu qështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësu qështu. Atëherë e shef se çdo njeri, pse u bën njeri mirë, më ndihmon neve kur s'kena na kufar lidhje me ta feja. Dhe njerëzit interesohen, edhe udhëzohen ka mundësi për shkak të ndihmës që ti ja ke bë, por udhëzimi vjen prej Allahut. Ne mund me marrë vetëm disa shkaqe. Walakin Allah yahdi man yasha, Allahu udhëzon atë që dëshiron. Wa ma tunfiqu min khairin li anfusikum, fali anfusikum. Çka do të shpërndani o veç për vetë keni? Se juve ka me uftyje, ju për veti e jep këtë dunjo e merr në dunjo. Çka është pazari? E jep këtë dunjo një e merr në dunjo 700. Çka është pazari? Jep këtë dunjo pak, merr te Allah shumë. Çka është pazari? Çka do të jep në funit? Mos mënani që e keni bërë qerak dikon, o për vete e këllon, fukara, shka të jepsh, e këllon për vete se ka më të këtëri Allah. Fi se bilillah, në gjamia, në shkat të khajrati që këllon, aja apet ka më kësit të ti, se për vete e këllon.
O ma të fikun e nga betigar o gjibla, por me pas parasysh se të gjitha shpenzimet të një ba vetëm për me fitu knajsinë Allah subhanahu wa ta'ala. O ma të fikun me khajri wa fe ilejkum, po antum la të dhlemun, edhe qka dhe qësh të drojnë, edhe sa të e vogën në tjeta ja, në gjithë hurme, i wa fe ilejkum, kam u këthuja përseri të na. O më la të dhlemun, po antum la të dhlemun, edhe nuk ju bata dresi, ose në pjesë e komentatorëve, thënë juve nuk ju pakëstohet kur gjatë. Qa keni dhonë, keni me mërë të Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu qawli hadha, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.